se di sa e ty po, qërë do më thonë që të jena motoristat, edhe një dy tjera atave që në shduk, se kam pos qef me vëzit pak ma shpejt, po ideja është që se cilë e ka rëndësine vetë në grupë rajt. Si pari i mesit, i fundit edhe kretë që a morim pjesë, edhe që këtë qëndrimi zigzag, zdia peshene, është mirë në raste kur është drejt edhe në ka shumë opa, veç që të kalojnë ashta. Në raste për shumë ka raste që i pari rënë qëtë në mes edhe i përcjellën pasqyre në dy ondë varet, po zakonisht qëndrimi zigzag, një anë i kne dhe qëtë përcjellën. I pari për kujtese që kur të hinën te i kalim, me lajmëru këta mrapa me shaj, me dorë anash që i bjen qështë që i bjen që është rruga e lirë, ose me boksin nalt i bjen që është runë ose të varë dikush, edhe në njërë që me lajmëru këta të tjere të mrapa. Në qëfë se normal, në qëfë se s'ka sistem të komunikimit me sena. Tjetra, edhe i fundit e ka shumë rëndësin që është në grupë për shkak se nuk e lejon, ose pozojnë a dojna me ndërru trakën ose shiritin, a i fundit deli pari në komunikim në mirë që me bloku me hinë mes në farkirri edhe tjerë tani mune me ndërru shiritin. Po ashtu edhe i mesit e bon komunikimin mes të parit edhe të fundit e ka shumë rëndësin se a i gjithë qka e sinjalizon i pari ashtu e lemrën të i fundit ose edhe e kundërta. Disa për i mënyra tyne. Veç është mirë distanca më majtë në mes motorista mës me kanas shumë ofër për shkak në rast të frenimit emergjent që mundet më ndodhë, se në këtë rast që mos me afektu komplet grupin, po të njëjtën kohë mos me pas distancë të madhe në mes të motorista për mos me hina i kerë në mes që mos me rreziku ose diçka. Këto po thëmë jam ideale, normal që ndodh raste kur grupi nuk është i unifikuar ose në kemë bashkë, si për shembull në këtë rast Bernardi edhe kushtrimi që jënë qaravesh kam pas qef me dalë pe grupit që mu ndodh, nuk është diçka ku me ditë sa, ndodh najherë për një shkputje 5 minuta 10 dojnë me vëzit dikush pak ma shpejt edhe nalën në presin, por kështë